General Piro Ahmetaj nëpërmjet një statusi në rrjetet sociale u konfirmon demokratëve të qarkut të Vlorës dhe mbarshqiptarëve se mbetet edhe më i përkushtuar për të kontribuar në vijën ulëritëse që ka vendi për rotacionin e pushtetit si dhe fitoren e shenjtëruar të 11 majit. Të dashur bashkëdetar, pikë së pari lutem që të konsideroni që ky status është gjithsesi i imponuar nga spekullimet, kërkesat, si dhe në respekt të mbështetësve, kritikëve, miqve dhe kolegëve brenda dhe jashtë vendit. Së dyti dëshiroj të përsëris mirënjohjen time të sinqert ndaj mira demokratëve dhe qytetarëve të Konispolit, Finiqit, Sarandës, Delvinës, Himarës, Selenicës dhe Vlorës për mikpritjen e ngrohtë që më rezervuat gjatë primareve të imponuara nga statusi Partisë Demokratike, por krejt të padobishme për rotacionin e pushtetit. Përveç eksperiencës së parë politike, në planin njerëzor kam përjetuar mbresa të papërsëritshme, pasi vizitova disa nga mrekullitë e nënës natyrë, si dhe historisë të lavdishme të Vlorës dhe Bregut, nga Qafboti, Butrinti, Borshi, Piluri, Kullësi, Sevasteri, Shkoza, nën kurorën e Malit, deri tek derdhja e Vjosës, si dhe pata privilegjin për të shtrënguar përzemërsisht duart me njerëz të thjesht, por me vlera të jashtëzakonshme, thot ai. Së treti, pas një keqardhje dhe përtej çdo spekulimi mbi moskalimin e pragut të primareve, të para pas leckosura, i sfidoi publikisht thot Ahmetaj, nëse edhe vetëm njëri ndër 2584 votuesi demokrat u kam kërkuar votën. Kjo pasi isha shumë i vetëdijshëm dhe ende mirë kuptoj një zinxhirët e votës tribu, sakrificat dhe zhgënjimet e përbashkëta nga mitingjet e shqitura, si dhe lidhjet mes kandidatëve dhe antarësisë së Partisë Demokratike. General Piro Ahmetaj thot në vijim se duke parë në sy këtë realitet, ju kërkova përzemërsisht kontribuesve, qendrestarëve dhe demokratëve të dëshpëruar dhe inatosur për të zgjuar heshtjen fisnike deri në fitoren e 11 majit. Së katërti, për të qenë transparent si kristal me demokratët, më duhet pa ashtu të bëj publike përgjigjen ndaj ofertës së kryetarit Berisha në 5 janar 2025, që kurse si nuk po rikthehem në Partinë Demokratike si Allexhi për të punësuar deputet ose për të ricikluar në borderon e kuvendit të ardhshëm, por vetëm për të kontribuar me eksperiencën euroatlantike, si dhe përgjegjshmëri politike në domosdoshmërinë ulëritëse që ka kombi. Ju demokratët dhe mbarshqiptarët për rotacionin politik të pushtetit më 11 maj. Në të njëjtën kohë, thot ai, edhe në takimin e datës 26 janar 2025 e kam këshilluar zyrtarisht të eksploroj çdo mundësi për të ikaruar gjendjen dëshpëruese, si dhe për ta çliruar Partinë Demokratike nga kurthi i betejës kamikaze të listave të sigurta, duke dalë Sali Berisha i pari jashtë 12 të emëruarve deputet në Tiranë. Një shembull që do të inspironte ose imponohej drejtuesve politik në qarqe të demonstronin të njëjtën përgjegjshmëri politike për të merituar besimin dhe votën e shqiptarëve, se beteja e 11 majit nuk është për ca kolltuqe shërgjinsh në kuvendin e Shqipërisë, por për misionin e rotacionit politik të pushtetit. Me këtë rast u bëj thirrje demokratëve dhe shqiptarëve, thot ai, që përtej mletheve kundër njëri tjetrit, si dhe mungesës dëshpëruese të koezionit dhe të respektit reciprok mes drejtuesve, strukturave dhe antarësisë së Partisë Demokratike, të përbashkohemi rreth detyrimit dhe misionit të shenjtëruar të 11 majit 2025. Së katërti, duke përsëritur mirënjohjen ndaj demokratëve dhe mira qytetarëve të qarkut të Vlorës, por i ndaj edhe një dhuratë fisnike ose videomesazh të statusit tim të publikuar nga televizioni 6+1 Vlora, që mendoj se shërben edhe si përgjigje shtëruese për primaret e para kaparosura, si dhe pyetjes ose merakut se çfarë do bëj unë deri apo pas 11 majit, thekson ai. Në përmbledhje rikonfirmoi se mbetem edhe më i përkushtuar për të kontribuar edhe më fort për fitoren e 11 majit, sepse besoj te shenjtëria e familjes, te dashuria për vendin, te domosdoshmëria jetike e rotacionit politik të pushtetit, te vlerat e demokracisë funksionale, si dhe ardhmëria euroatlantike e kombit. Po ashtu theksoi se zgjedhjet e 11 majit 2025 mbeten shpresa dhe misioni ynë i përbashkët që Shqipëria të bëhet si gjithë Europa dhe për inat të politikanëve zullumqar, shtetarëve kusar, si dhe sekserëve të pushtetit që kanë pushtuar partitë politike dhe që po sundojnë Shqipërinë për gjatë 34 viteve që lanë pas, thekson General Piro Ahmetaj, duke e mbyllur postimin e tij me mesazhin Zoti Bekov të rikthimin e Shqipërisë në shinat e demokracisë funksionale si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretëria e Bashkuar dhe Europa.